Odi, por vinë edhe nga një pjesë tjetër. Përgjigja e pyetjes parë është definitivisht po, është sfida reale e parë e zotit Abdigjiku, sepse tashmë kemi një rezultat të zgjedhjeve pas shpine dhe kohë më e përshtatshme për të reflektuar rreth asaj se çka ka ndodhur nuk ka në një parti politike se sa pas zgjedhjeve, sepse aty dihet fuqia edhe e leadershipit saj dhe kuptohet e krejt partisë. Më lejo që përsëritem me ato që i thanë edhe kolegët, sepse pajtohem plotësisht. Me çka? Se edhe këtu pa dilema. Se ky është një proces. Është kohën e duhur. Se ky është, po, është në kohën e duhur, definitivisht. Është një proces demokratik, është një proces që vetëm LDK-ja realisht mundet me e bën. Për to do të më pajtu, besoj që u pajtova me ato që thanë edhe kolegët dhe pajtohen shumica e njerëzve që na përcjellin sepse megjithatë në parti tjera nuk mund të presim që dikush i rangum kaq lart në listë, po më me votat që ka marrë, zoti Hoti është nëse s'ka bëj 5 më i votuari dhe dal haptas dhe thot që ndoshta kemi nevojë për leadership të ri. Unë besoj që duhet i përmendëm 2 fakte të cilat nuk mund t'i ikum ose dhënave empirike, nëse s'guzojmë quajt fakte sepse tani mund të reagojë zoti Matushi. E para është që LDK-ja ka dalë në vitin 2021 me rezultat jashtëzakonisht jo të mirë për ta dhe është ngrit. Pra kjo është një fakt. Pra, kem pas ndryshime në parti, në leadership. Në anën tjetër... Mund na jepni edhe rezultatet nëse mund t'i gjeni edhe kështu rezultatet përfundimtare edhe votat e brendshme në Lidhjen Demokratike, teksa flasin. Regjia, urdhro. Është edhe një fakt tjetër i cili në ramje në 12% sa është në 2021, nuk mundemi me ikë përgjithësisë e zotit Abdullah Hoti, sepse në atë kohë ishte kryeministër i një qeverie e cila në popull, edhe këto mund të kem, se tham, kontradikt me zotin Matushi, një lloj vjedhje e pushtetit që ju bon atë kohë. Po, sepse e kemi diskutuar edhe më herët dhe tash po e di se ku janë pikat që prekesh lep. Prandaj, në fakt qytetarët e panë tillë në 2021 dhe LDK-ja ra në atë stad. Prandaj, kemi një LDK të cilën deshtëm, zoti Hoti ka qenë bardhës i funksioneve të larta, nëse ju kryetari i partisë, ka qenë ministër një kohë, pastaj ka qenë kryeministër një kohë dhe në atë fazë kur shkum zgjedhje LDK-ja ra në 12%. Tash kemi një ngritje, po a është kjo ngritja e synuar jo? Dhe nëse kësaj shtojmë që reformën të cilën e kishte synuar zoti Abdigjiku, rezultati nuk ja vërtetoi, sepse mrena për mrena deputet listës së të përzgjedhur si deputet ka shumë figura nga struktura e kaluar. Prandaj, kjo që apo ndodh është diçka e cila unë mendoj që është vështirë t'i dihet rezultati final, sepse realisht të dy palët kanë drejt. Mirë, po pse unë mendoj që në qitë fazë ruhet ose mbrohet zoti Abdigjiku është sepse rezultati zgjedhor nuk e kanë nxjerr asnjë figurë mrena LDK-s të votuar shumë, me cilën kishin mujt pastaj një pjesë e njerëzve më tha diçka nuk as përse afërm nuk është rezultati synuar, dhe kur i shtojmë kësaj që 4 vite kanë qenë opozit, kanë njerë thamë që ndoshta edhe mos me pas bo kur gjo, vetë konsumimi që i ban pushtetin një partije politike, votat kthehemi. Dhe kthimi votave, ne këtyre kemi diskutu shumë gjëre gjatë që kemi thonë, ma e logjikshme është më këthyn LDK, se sa në PDK votat e vetë vendosjes. Viti 2021. Prandaj kjo që ka ndodhur më është vështirë me gjetë një zgjidhje sepse nuk ka lanë. E vetmja shpresë e cila e mbron zotin Abdigjiku, po përsëris tani herë që mrena për mrena listës nuk ka dalë askush shumë i votuar, me të cilin pastaj kishin mujt ato grupacionet e pakënaqura me u drejtu ka ajo figurë. Zoti Hoti vendosani edhe në sfond këto dhënat eventualisht kur flasim për votat që mund t'i referohen me diçka dhëna empirike. Person më kredibil, personalitet, se mos ashtu personalitet ma kredibil, për me ngritë këtë çështje se zoti Hoti nuk ka asnjë për mendimet tem, sepse e para, thamë edhe një herë, sado që dul për te 10-shës në listë, ai hyni me gjatë mrena 10-shës, mrena 5-6-shës por të këshyrë që mos t'jam i më sakt në këtë të këshyrë dhe njerëse si ka qenë, vetëm një sekundë ma falë, lutem. Për shkak që t'jemi po.
atëherë po, tamam, është i pesti në listë që është votu, që do të thotë që qytetarët megjithatë i kanë kthy kredibilitetin dhe kanë kthy fuqi brenda LDK-s. Prandaj këtu kem tash dy persona të cilët realisht kanë kredibilitet të madh brenda LDK-s që të ngrisin këtë çështje dhe të vazhdoj debati. A kemi votat eventualisht të brendshme brenda Lidhjes Demokratike, provoj atë ta nxjerrësh? Se në fakt një argument i tillë ishte marrë edhe më herët për sa i takon shembull 2021 në zgjedhjet e atëhershme Abdigjiku që kishte dalë me më shumë vota. Ja, për culla kolegës ndoshta mundet me marrë shpejt votat tashme. Faqja KQZ-s tashmë Po është te KQZ, te ti referon me zyrtarë. Është pak ma. Pra isha duke thënë që është mirë që hap